Dibra ndodhet e pranë një katastrofe ekologjike për shkak të ndotjes së paparë ndonjëherë të liçenit të Dibrës. Sasi të mëdha të plastikës dhe mbeturinave kanë mbuluar sipërfaqe të tëra të liçenit. Gjendja më alarmante paraqitet në pjesën nga Dibra për në Kosovras. Qytetarët thonë se institucionet nuk bëjnë asgjë për të zgjidhur këtë problem serioz, që mund të shpërthejë në ndonjë epidemi me pasoja fatale për banorët. Sipas tyre, pjesa më e madhe e mbetjeve plastike, por edhe materiali tjetër helmues, derdhen nga fshatrat e Mavrovës. Normal që është problem serioz. Pasi liçeni në muajt e verës përdoret edhe nga turistët, nga të rritë Dibrand, domethënë, për freskim, për plazh, dhe duhet të mirën masat. Sigurisht që është problem, pasi ajo paraqit probleme, se për qytetarët, por bashkë njerëzit që jetojnë këtu në komunën tonë. Kemi organizuar vjetë një aksion qytetar për t'i mbledh, mirë po ato përsëri deponohen. Kështu që nuk arrim, duhet kujdes shumë më i madh i fshatrave të cilët jetojnë. Nuk ka të farë interesimi as institucionet, edhe nuk ka organizime dhe liçeni është shumë i ndotë. Kreu i komunës së Dibrës shfaqsohet duke thënë se liçeni menaxhohet nga Elektranat e Maqedonisë Elem dhe nga një koncesioner privat, të cilët sipas tij duhet të mbajnë përgjegjësi për mirëmbajtjen e liçenit. Por Lata nuk tregon nëse ai si kryetar komune ka ndërmarrë masa për të alarmuar këto subjekte për pastrimin e liçenit. Për ndotjen e komunës e liçenit të Dibrës dhe Radikës, fajtor janë: 1. Liçeni i Dibrës është pasuri e ndërmarrjes për prodhimin e rrymës elektrike Elem, për të cilit ne nuk kemi asnjë profit, kurse ata nuk bëjnë asnjë investim për çështjen e liçenit. 2. Koncesionin e shfrytëzimit të liçenit të Peshkut e mban një koncesioner prej Struge, që nuk bën asnjë investim që ai liçet rregullohet. Por nga kompania Elem thonë se me vite i bëni thirrje komunës, por edhe popullatës së lokale që mos të hedhin mbeturina në Radik, pasi lumi gjatë rreshjeve i bart ato në liçe. Nga Elemi dhe koncesioneri i liçenit Pepi Vinca thonë se të gjitha të drejtat dhe obligimet sipas marrëveshjes për koncesion i kanë plotësuar dhe se në mirëmbajtjen e liçenit duhet të kyçet pushteti lokal.